Dashur miq, jo pa qëllim Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit është në këtë panel, edhe për krijimin e modelit të zhvillimit urban dhe të qëndrueshëm, edhe për promovimin e Shqipërisë si destinacion turistik, edhe për krijimin e standardeve në kontrollin, në planifikimin e territorit, duke e parë territorin në fakt si një hapësirë të zhvillimit të mirëqenies dhe të kohezionit social. Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit si një institucion i ri që në fillim të punës së saj ka ndjekur 3 qasje kryesore, të cilat unë do t'i ndaj shkurtimisht. E para është shkrirja e programeve për zhvillimin urban dhe turizmin në një përqasje të integruar, duke krijuar modele të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. E dyta është ndjekja e ciklit planifikim, pilotim, zbatim, duke dashur që përmes këtij cikli të krijojmë disa projekte pilote, modele të cilat mund t'i replikojmë në të gjithë territorin e Shqipërisë. E treta është krijimi i platformave të bashkëpunimit për realizimin e iniciativave, partneriteteve publik-privat, duke dashur vërtet që partnerët tanë kryesor të jenë bota akademike, shoqëria civile, biznesi privat, të cilët vërtet i falenderoj që gjatë këtyre 100 ditëve kanë qenë shumë bashkëpunues edhe shumë afër të gjitha aktiviteteve dhe projekteve që ne kemi ndërmarrë. Çfarë kemi bërë në 100 ditë konkretisht? Një nga masat e para që morëm ishin masat rehabilituese në të gjithë territorin e Shqipërisë me fokus zonat e rëndësisë kombëtare. Konkretisht mund t'ju jap vetëm një shembull statistik mbase domethënëse. Nga 1332 raste objektesh të kundërligjshme të konstatuara gjatë periudhës 2012 shtator 2013, vetëm një objekt ishte prishur nga qeveria e mëparshme. Ndërkohë që vetëm në 100 ditë, Inspektorati Ndërtimor Kombëtar ka prishur në total 582 ndërtime të kundërligjshme. E pat edhe në insert zonja në fakt tha që prej nga ky moment mund të shikojmë detin, vërtet kjo ka ngjallur besimin e qytetarëve te ligji, te institucionet dhe sërish i falenderoj të gjithë qytetarët që kanë qenë shumë bashkëpunues për të rivendosur rendin edhe institucionet dhe respektimin e ligjit. Kemi hartuar një akt nënligjor që parandalon rastet e largimit me forcë nga banesa, bëhet fjalë për qytetarët të cilët dalin nga banesat e tyre me aktin normativ, pa i siguruar më parë atyre strehim të përshtatshëm sipas mundësive të tyre, si dhe marrja e masave nga ana jon për të gjetur mundësi alternative të strehimit. Kemi analizuar dhe po vazhdojmë punën për të rishikuar të gjitha vendimet e paligjshme të Këshillit Kombëtar të Territorit. Kemi filluar një proces të gjerë konsultimesh për rishikimin e ligjit të planifikimit të territorit dhe po ashtu dhe ligjin e turizmit. Në të gjithë të proces kanë qenë të ftuar të gjithë aktorët duke dashur që produktet jenë vërtet të mbajnë vullën e të gjithë aktorëve të shoqërisë shqiptare. Ka nisur procesi i hartimit të strategjisë së zhvillimit të turizmit 2014-2020, ndërkohë që në Agjencinë e Planifikimit të Territorit, përmes ristrukturimit të saj, kemi ngritur një departament Atelier Albania, e cila në fakt do të jetë qendër e ekspertizës dhe model i bashkëpunimit, ekspertizë ndërkombëtare dhe ekspertizë kombëtare, kryesisht për zhvillimin urban dhe atë të territorit. Kemi iniciuar konkursin ndërkombëtar për projektin pilot të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës. Ka filluar puna me një projekt pilot për integrimin e vendbanimive informale me objekte që do të legalizohen. Kemi miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit nismën e përgjithshme të hartimit të planit përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë, ndërkohë që kemi përgatitur dokumentin e një nisme tjetër për planin sektorial të Bregdetit, të cilit do ta miratojmë në mbledhjen e parë të Këshillit Kombëtar të Territorit. Ndërkohë që jam e gëzuar të them që vërtet tek pjesa e turizmit kemi marrë përpjekje vërtet intensive para për të hartuar një platformë të re për imazhin e Shqipërisë turistike si një destinacion turistik. Kemi marrë pjesë, kemi organizuar panajire kombëtare dhe ndërkombëtare, duke dashur që të realizojmë një prioritet të qeverisë Rama
për të promovuar turizmin gjithvjetor, duke dashur që vërtet turizmi të jetë një sektor prioritar për të sjellë më shumë të ardhura, më shumë punësim dhe më shumë mirëqenie për qytetarët shqiptarë. Patjetër do të falenderoj stafin e Ministrisë dhe gjithë bashkëpunëtorët që na e kanë bërë të mundur që vërtet objektiva që kishim vënë vetes për 100 ditë të realizojmë me sukses. Faleminderit.